për Final Fourin e tjera, kemi patur emocione edhe ne që ishim në vend parë dhe kemi zhvilluar një kampionat goxha të gjatë, goxha të ngjeshur, me shumë dëmtime, po falë gjithë investimit që ka bërë klubi. Sot i Demrozi, Arditi, djali dhe presidenti Agim, të cilët me kujdes kanë kuruar një skuadër që me të vërtet është me mira, por jo se ne nuk respektojmë, nuk vlerësojmë të gjitha skuadra. Do të thoshja që në këtë sezon Egnatia ka një grup ritare shumë të mirë, kemi një 8 ndeshje, 9 ndeshje që luajnë pa 5 mbrojtës, po më së fundi falë dhe Zotit, po punës intensive të stafit, janë kthyer. Janë kthyer, presim dhe ndrecën të vetëm, janë kthyer dhe kjo na ka bërë... Kanë qenë të dëmtuar këta, po i latë pushim që të rinjojnë energjit për Final Four? Ndreca dhe Malota janë akoma të dëmtuar.